Miqtë Radio Ngjallja, kemi ardhur sot në qytetin e Shkodrës dhe jemi në familjen e Zotit Viktor Martinaj. Në fakt, familja Martinaj është një nga familjet më të persekutuara, të cilat u persekutuan barbarisht nga regjimi ateist. Janë shumë vite, janë më tepër se 100 vite që janë dënuar njerëzit e kësaj familje. Në fakt, sot me Viktorin, i cili na ka ardhur këto ditë në Shqipëri, na vjen nga Boston i Amerikës, bashkë me bashortën e tij zonjën Liza. Dhe ne gjetëm mundësinë dhe falenderojmë shumë që Viktori na pret në shtëpinë e tij për të dhënë këtë intervistë ekskluzive për Radio Ngjallja. Të falenderoj shumë, Viktor. Mirë se ardhët. Mirë se u gjetëm. Edhe ashtë nga ana ime t'ju falenderoj ju, se me këtë intervistë unë përcja dhe të rinia shqiptare të kalumen lakurisht që thonë, pas bukurima s'pa gjallëzina. Dhe në fakt intervista do të jetë vetëm e bazuar dhe mbështetur mbi të vërtetën. 100%. Viktori, përse u dënua familja juaj kaq shumë vite, mbi 100 vite? Familja jeme rrjedh prej Hotit, që është në malin e Zi, prej fisit Detvukaj, Trbojnit. Baba im qoj kry në malit Zi, edhe doli mal, me malqor tjerë. Familja jonë ishe familja ma pasën në Hot. Edhe sot përmenet kulla Martizogajve, livadet e Martizogajve, shkami Martizogajve. Pra pasonia s'mungonte, por shqiptarit vërtet i mungonte liria. E liria është gjaja ma çmueshme për një shqiptar të ndershëm. Baba, një oficer madhor, ishte plagose. Plagët e tij thotë mi ka shkaktu Zef Martini. Mori tanë nanën, vjerën e nanës e këta i burgosën. Edhe i thonë, o dërzoju, ose të pushkatojmë familjen. Baba u dërzu. Një natë para se mu përshkatu, një probatin i babës, bile musliman, i krijoi mundësin me ikë prej burgut, baba mori familjen e erdhi në Shqipëri. Si që thote nana jeme dritë pas shpesher, erdhë me mu strehu në flamurin shqiptar. Por, mjeri gjetë me ditet më të zezën historinë e kësaj familje. Baba mori pjesë si organizat në luftën e Posribës. E arrestune, bila dite majnëmen, ishe baba për qudi, kështë dy mua dhe vdha tjetër ma të vogël. Kur më doli gjumi, u qova, edhe për gjumë shkova kapa, të menu sa baba ishte kënë oficer, më shtyni së u trem. E fillova me kja, thot nëna, thot, nuk ka baba marbirë, thot, baba e ka rësu. Qa dije unë i shkreti fjallën arrest, por ma vonë, fjallë arrest, u ba historia dhinshme jetës tonë. Se gjithë u arrestu me babën e dedune me 15 jetë, u smun në kampin e Bedenit, edhe vdicit në burgun e Borrelit. Ne në arrestu në një ka një. Vlau kishë ikë në Gjermanin për një more, motra vlau ishë në Jugoslavi, motra u martu atje me një amnisti. Vlau, mori vesh që ka vlau tjetër këtu, edhe u këthy me amnesti. Dhanë e këthyne prej Çekoslovakijës ku arrestu, dhe doli në gjyq. Në gjyq, mori pjesë edhe këtë vlau se ishte një gjyq eksperimental për studentat që studioshin për drejtësi me do libra kësho, se punëre, kur i dhanë pretencët në akuzën agent diplomat i shteteve të pranimit. Vlau, me vdekje, tha,
Kur desha të kthehem në dhe, mora parasysh, do të nim që të vnep të gjykata. Sot, vëllai dënimin me vdekje. Jam plotësisht dakord me dënimin me vdekje. Por nuk jam kur dakord me akuzën atë gjendë diplomat të shteteve të perëndimit. Që nuk i kam ba asë një veprim kur në jetën te me kunën atë dhëutëm. Thona ata oficerët, gjëna qarataj që sa komunist. Atëherë që u vëllu, këta menu nësë është në person që i flet kundër, i tha personi, tha që ashtu, tha vëllau jem. Prokurori, tha vëllai ti është në shërbim të debet, unë jam këthy këtu, me amnisti, edhe ndodhem sot me dëshirë. Qoftë se vëllau jem u këthy me dëshirë në venin e vetë, një atë i gabim kam ballë vetë, ma nep në mund dënimin me pushkatim. Deri këtu, ashtë që më thëmë, ma ne, arrestu në vëllën, arrestu në mu, arrestu në vëllën të 13 vjeç. Vetëm se i kishe marrë një shokot vetë i gjaket bukur, majti 2 orë të këthy. Dënim, grabitje me dhunë. Kur ju thëmë Amerikanëve, këtë histori nuk e besojnë. Sa atje me vrani njeri 13 vjetë se ka ligje. Pra ligjet në Shqipni kanë barbarë. Tu s'ka kanë komunizëm. Që thash komunizëm ka pasër tana venet e Europës, po ka prona lirë, veturat, njën në tjetër. Të kanë një grupë banditash. Per me rujt pushtetin, kanë sakrifiku lirinë e një popullit të odhënë, si një borë fanatik grune vetë. Këtë solli lufta nacional shqiptare. Marë ju historian që na shkru në historinë, a e paraqitni që me kenën vrahodja. A menoni jo që kur u thyë në Gjermant, në Moskë, do të rrite komunizmi këto? Tanë do t'ikshin, pashpraz push. Me gjithate, ata djelmoqët që ranën atë luft, i respektoj, se janë viktima e komunizmit. Komunizmi në të në botën është një teori sa të deshtume. është një përbin shimal që komeve të botë skorë mos i ardhë. Viktori, si ishte realisht ajo periudhë, vitet 1924 deri në vitin 1990? Si pas jush sot që kanë kaluar kaq vite dhe ju keni reflektuar për ato, për pos persekutimit që ndodhi ndaj familjes suaj, në tërësi si e shikonit panoramën atyre viteve më tepër se 40 e ca vite, 45 vite afro? E shikoj me synin ma të zezë se të zezër e petko që bane ju. Petko i zi juj ka hirësin e Zotit përën, kurse e zeza komunizmi ka vetën gjak vonë e ujë. Në moshën 18 vjeç, kam pas fatin e mirë, nuk thëmë të keq, me kenën burgun e Borrellit. Sepse isha i fmi me ditë rrugës, me i babën burg, me një nanë që punon të në ferma, në mungon të nana e baba. Nuk kishim prind me në eduku për smarit ma të edukatën që kishte dikur familja jonë. Në menoshëm vetëm për bukën e gojës. Unë e maj me një herë, se po kaloj për i Borrellit, e qitë nanën për i shpijet, në ullën poshtë në një RVI, për dhese, me një pëgjerët madhe pa gjama, me një derë pareze mu me dhe që me i shkop, me i gropë në vëjtorët, me në blume me i rrasë, që
Nep të erën e WC-s. Këtu u rritme. Bila e oficerit tesha t'i futme në balkon, erdha e oficerit që i kishte ba shpil, thot, qa po t'kalbe, thot, këto teshat, mi shqit mu. Nana e thot, sa nep? Po t'nap, thot, një racën dërmua dhe një racën qymër. Thot, nana, ka një malqore me natyrë tegër. I mori spatën e i bani cop-cop. Tha, pa i djegu, tha se këta e dhras, shparet s'kene, gja s'kene, nuk në bajnë tim shumë mërën. Edhe tha, me thënë drejtë, tha, më vjen keq për ulltin ata poltrona. Se në këta poltrona, tha, ka nej prekçali e kompanije, tha. Si ju s'keni merit më ullë. A racionare shovje. Me ata pak pare që shyti i raft, na qëjt në restoran, ishte kriz buket, nuk nepshit veç një pia gjallë, me një rizg buk. E ha me ata pia gjallë, me rizgu, thot nana, a ngit. Aja shthika që halala këmik prej shpirti që i ka mullë në steme. I thata me nanë, thot, me pas mundësi muni edhe i herë buk that, e me dek, s'kam gajle. E para thik. E dyta thik, kur dola për herë të parë takim me nanën, isha me vllanë, thot vllë maj mau, thot, mos e likësht të nanën, thot, mos u dishtë i likësht. Jo marë se mos që po të, sa shkova të hekrat, u shgrehan vaj. Jo vaj, po që kur me kanë fëmi 2 vjetë që si pushon vaj, edhe i thot nana, mos kjo e thot, je i biri filanët, unë thot kam kanë në bërë qërbis të moshën 15 vjeç, banu burë, je me burra. Me marrë me të mirë, më thot, qa do me të përru nana herë tjetër? Isha të rullo, s'krejt, i thot, u të rullosa, i thot, 2 shega tegër nanë. Edhe polisit i edhe të duket për evi takimin. Më besa hirësi, se kur shof shega me vite, më kujtohet nana jeme. Kjo është historie. Shkojmë të burgu i Borrelit. Dalë për të parë prej dhomet në barë që në qiqë 2 herë në ditë. Më grumollunë, dhova tjera se do shëtë ka vjen këri, qash. Automatikisht hapet një korridor. Përballë hinin korridor, hirësia ti Visariot Gjovani. Nuk e njifshim. Më pyti, si ke emnin? Vitori, thët. Ajo automatikisht që durët ka qili. O, zotë, falleroj që për unën këtë dirje, në këtë kërjes ka qëllëm në mesin tonë. Tha që pas ka lujt meq, që falleron zotin për mu. Po me herë dora ati atë nore, ma vuni me kryre, tha. Shikjo biri jem, tha. Në anim thadhen shpirt për anin tanën këto barë. Por, je dhurat e zotit, këtu. Se dit, kur nësë kena me kanë, ti kep nëmën zotit, po të ngarkoj të jesh dëshmitari vujtjeve tona. E unë, a ditë e sot, ata që ka njek intervistat e mija, në gjdo fjallim e kam përmen dhe e kam pranu misionin që më ka ngarku. Edhe unë jam misionar, dëshmitar, i vujtjeve të atyne që komi shqiptar nuk i vinë ma. Sepse komunizmi ka zhduk opozitën e vërtet të popullit. Ata s'kan menu kur njës të Borrelit me brobnu shqiptarit.
Këta ishin opozita e shnosht e komunizmit. Komunizmin është një gogol i madh që tash edhe fëmija i përsalinën e nin trishtimin e kësaj fjalë komunizëm. E Zoti mos të merë përsërit në çdo çka të bocë atë pjallë të shejtanit, mund me thonë. Viktori, kur erdhi demokracia, si e pritët ju vetë? Për mu demokratia s'ka ardhë hala. Demokrati nuk do me thanë me akuzu vëllë që thoi tradhtar. Tradhtia s'duhet me ekzistu fjala tradhtar me skomin shqiptar. Kundërshtar po. Kundërshtar të menimesh me tanë forcën shpirtnore që të kesh e intelektuale, si opozitar, po jo si tradhtar. Tradhtar është fjala ma shëmtume që ka ekzistuar, kena përjetu në komunizëm për tanat e vite. Jena qujtë tradhtar, të i dash shqiptarët e Shqipnin. Ka ndek njerëzit në përbuzhe pushkatimi, të i thanë hrof Shqipnia, po jo komunizmi. Komunizmi e rasaj njëhet edhe sot në një formë të transformume. Se komunistat u diftu në të shkath për vetët, në rune emen dhe u banë demokrat gjoja. Por, të përvëtsu pasonin e marë popullet shqiptar. U banë hinën politik me gjepat shkym, pasi kryç lekut në gjep, dhe të sot i kenë parlament e një pjesë politikanëve milionerë. Pasonia vume shpejt, ka korupcionin më nëndë. Të kush do kjo? Edhe të individi, kur ti pasunohesh për i vit bash milioner, këtu ka korupcion. Viktori, si pas jush, përse regjimi, të themi ateist, i mbylli komplet, e mbylli çdo formë religioni, çdo lloj feje këtu. Sepse ne kishim parë komunizëm, të themi, edhe vrastar, siç ishte ai në Rusi, nga bolshevikët, por edhe në kohën e Stalinit, por i zbutur disi në kohën e Stalinit. E kishim parë në Jugosllavi, edhe në ato që shohim dhe sot, që pavarësisht jo një lloj përndjekje klasike siç ndodhte këtu tek neve, përse nga u frymëzua kjo lloj ideje që u persekutua gjithë kleri, dhe ndoshta ju mbani mend apo keni dëgjuar edhe nga bisedat që bënit me të persekutuar, me të përndjekurit. Dhe sot shikoni historitë të trishta të shumë klerikëve, të shumë bija dhe bive të këtij vendi, të këtyre klerikëve që u martirizuan në forma të tmerrshme. Dhe ne sot që po radio jon po nxjerr në pa dhe persekutimi që ka ndodhur ndaj klerit ortodoks. Dhe janë rreth 100 klerik priftërinj që janë, siç përmend dhe im zot Visarion Xhuvanin, që vuajti 15 vjet në burgun e Burrelit. Por sot janë edhe shumë të tjerë që vdiqen atje, që sot nuk u gjendim as eshtra. Por janë edhe shumë klerik që u vranë përgjatë para se të instalojë dhe regjimi komunist, të themi. Flasin vitet 1943-44. Përse ata e sulmuan fenë në këtë lloj forme? Përse e vranë klerin në Shqipëri? Në fillim nuk ka perceptu kleri. Ma vonë po. U pushkatuan prishterit, u burgosen, u munune me i diskreditu. Arsyeja është se opozita e djallit është kryen që qimani në qafë. A e ditë e komunizmi se klerikët nuk bashkohen kur me diktatorët. Kjo kja arsyeja. Ma vonë, me dhe kishat, sepse kishta ishte veni
që frymëzote me kanë njeri. Ke dera ta myllën, edhe gjilen derën e djallit. Pa dër me shkalla, e kam pasën burrelit. Para se mu liru, më zgodhi mu me qitë pozit e tia në një fletore. Unë pata frikë. Edhe i mësova përmensh, se përmensh të nunës po të kontrollon. Viti 61, e sot, unë i maj përmensh pozit e tia. Me shkallën, për dytën herë arrestune e qitën të Universiteti Lëvish Gurakuqit. Edhe maj për fjalë për më gjyqin. Fidhesa ke kështu. Kena thirë këto me të prezentu me popullin shqiptar se sa dënë. I thot, unë e njeh popullin shqiptar katolik, ortodoks e musliman. Janë të tërë besimet fetare që i respektojnë dhe të mund të kërkojnë sot të mbrojtjen e këtij popullit në imen sa është lidhur me kashatën e bukës. Ju keni patur psin me shkru letër kryeministrit dhe me i thanë që keni mëshirë për rinin shqiptar. Po, kam pas krenarinë e ligjshme me lajmëru kryeministrin të ketë mëshirë për rinin shqiptar e cila po korruptohet për një kashat bukë. Po, Shtoman Filanonil ka thonë kështu. Mjerisht, jeni me gradën doktora. Edhe shpesher shoft në racetat tuja diagnoza gabim, në latinisht. Binje unë idhin këto, t'ja u plexojon, e t'ju bini se Shtoma ka thonë atë që thomën. Ata që e me ironi, thonë, e ka djekë populli, këtë në të skena ku marrëm. Ashtë vërtet se keni djekë ju, po kërkoni milionën e për botë që s'mund t'i hekni asë një karmë. E nuk është hera parë që digjet unë dhe jonë. E difton historien katakome është në mdhe, a që me shak klerikve. E kështu ka me nëllë prep. Ju diqni për Krishtin e për Papën. Qa jeni ju, i tha, komunista? A diqni për Enver Hoxhën? A desim për partinë Enver Hoxhën. Edhe unë jam një misionar që vdes për Krishtin e për Papën. Morën e denuna 10 vjetë. Doli, ka dek. Ka dek një dit me dhandrën e Muha Aslanit. I njëri mira kanë, një turë me madhe pa funë në përcjelljen e tij. Kurse të patër me shkalla, një turë me vogël. E këta ishin njerëz që kishin me jetu me të burgje shakambësh. Me shkalla, linin djepin e artë dhe u varras me kapakun e artë. Lumë si ai, e lumë si ata që desin në shembullin e tij. Viktori, pas rënies komunizmit, ju ishin nga nismëtarët e parë të themi edhe të shoqatës të përndjekurve. Keni qenë në pozicionin e themelusit këtu në Shkodër. Po, edhe nismëtar, nën kryetar për tonë Shqipnin. Tërë Shqipërinë. Me Osman Kazaz. Edhe kush ishte emri i kësaj shoqate që ju hapët? Shoqata pajtimit marrë kombëtar. Çfarë nuk kuptonin me këtë, Viktori? Do me thonë, me mëllat fanatizmin, më pajtu si
si kohë që jena, mos me nejtë u hangër si qajtë dhe rrugë, me eduku fëmijët tonë që të ne në dashni edhe për fëmijën e kundërshtarit tonë, kishte qëllimi jonë ma fisnik. Por Jefferson, sociologu i madh amerikan, thotë, kur një popull, kur sklavi i thur lavdis, sklavëris dhe e qunat liri, ai popull është i smut. Kjo ka ndodhur shpeshherë me ne, edhe nuk mund me thane që mund, po një popull i masakrum, i imponum me shku në vinë e shejtanit e të komunizmit. Prej të keqes, njeri mëson më të mirën, kur e shef një shembull keq u thu, ki veprën ke, ban të kundërtën. E kundërta e komunizmit më ka ba me ken human kuj që jam sot. E nuk e thëmë për leverti, se s'jam partjak, nuk e thëmë me dalë për i vërshnis, se s'jam i vorfen, por e thëmë rinis shqiptare. Mos u rreni njëni tjetër për i fanatizmit babalarve tuj. Por gërëshetonju e jetoni të lirët pastër me njëni tjetër, se kjo i shërben komit shqiptar. E ma të rëndësishme, se emni kom nuk ka asisen. Viktori, unë të falenderoj shumë. Ju falenderoj që më nep një mundësin me transmetu idetë e mia të rinia shqiptare. Zoti ju bekoft si klerik, e si një mësues i mirë për brezin e ri shqiptar. Ju falenderojmë shumë dhe Zoti ju bekoj dhe juve, Viktor. Miqtë Radio Ngjella, ishim në këtë intervistë të veçantë, mjaft interesante, por dhe prekse mbi të gjitha, me një personalitet të shquar me zotin Viktor Martinaj. Ai na rrëfeu dhe na tregoi për periudhën e ateizmit, periudhën kur populli shqiptar humbi lirinë. Në fakt, ndoshta edhe nga mesazhi i tij që përcolli në fund është pikërisht që ne duhet ta vlerësojmë këtë liri që kemi dhe duhet që të kujdesemi të gjithë për të. Dhe sipas fjalëve të zotit Viktor, që ne duhet kemi në themel të jetës sonë të kemi mirësinë, faljen dhe dashurinë midis njëri tjetrit, sepse kjo i shërben vendit, kjo i shërben sigurisht edhe Zotit. Miru takofshim dhe miru dëgjofshim në emisione të tjera.